I nderuar I xhamat, të nderuar ju të pranishëm. Edhe këtë hutbë sotit do ta kisha filluar me lutje dhe dua drejtuar Allahut Madhëshëm. Me shpresë dhe bindje që Allahu Dhul Xhelal në këtë ditë të bekuar, në këtë ditë xumaje, në këto momente të bekuara përderisa mbahet hutbeja, në këtë vend bekuar, në këtë Bejtullah dhe para juve të nderuar vëllezër të bekuar, inshallah Allahu Dhul Xhelal duat tona na I pranon. Lusë Allahun e Madhërisëm. Rrugën në këtë jetë, Allahu inshallah të na lehtësoj. E në botën e ardhshme, inshallah Allahu Dhul Xhelal nga gjunahet na shkarkoj inshallah. Nderuar vëllezër, do të mundohem të jemi shkurt dhe I qartë sot me shpresë që ky ajet kuranor që e lexova pak më lart nga suraja Ali Imran, ajeti numër 26, do të zënë vend në zemrat tona dhe do të zënë vend inshallah në përditshmërinë dhe praktikën tonë. Do ta kisha filluar me një ngjarje që e tregon Abdullah ibn Mubareku, një nga dietarët më të mëdhenj të kohës së vet. Thot isha duke ecër rrugës, edhe gjatë rrugës e pash një çoban se si kulloste vend. Dhe unë ndala t'i ndaj një 2 muhabete me ta, edhe ullëm. Muhabetet e njerëzve të mirë janë muhabetet mira. Muhabetet e njerëzve të mirë janë muhabete se si me ndihmu, se si Allahun me adhuru. Nuk janë muhabete që bisedojnë mas shpine, muhabete fitne dhe spionimi. Njerëzit e mirë bëjnë muhabetet mira. Këto 2 njerëzit mirë, edhe pse njëri dietare tjetri çoban, unë bashkërisht po bëjnë muhabet. Dhe po e pyet, pas ja pyet dertin si e ka, e pyet çobanin dhe I thot, ti a e beson Allahun e Madhërisëm? Allahut a I beson? Sot po, si besoj Allahut? Ku mundet krijesa mos ta besojë krijuesin? Robi mos ta besojë Zotin e vet. Thot, po pika e diti që I ka Zot? Pika e di? Zot, unë e di pidhenve. Sa me qatë punë mirët edhe që ati e kupton. A ekonomisë du të kuptoj në ekonomi, a njeku du të kuptoj në krijimin e njeriut. A qetri që mirë me një drejtim, qetri du të kuptoj në drejtimin e vetë. Sa shumë stelohet një ilmë, a I merë, aq ma tepër ban lidhshmëri me Allahun. Ki që bani me dhenë, sa pidhenve, si ta pidhenve kupton që pas ka Zot, dhe t'ju deshka me I boj ibadet ati. Sa pidhenve e kuptoj. Dhenë, nga vetë-vetiju, a mundën me ekzistu? Vetë. Qofse s'ka kush me u dhonë me hangër, me I qitë me kullot, s'ka kush me u dhonë me pi, nuk ka kush kujdeset me to për mjeljen e tyre, a mundën vetë me ekzistu? Sa s'mundën me ekzistu. Po edhe pi ujkët, a duhet me I mbrojt dikush? E duhet me I mbrojt. Kush ashtaj? Ja mundën që banë. Qofse dhenë që I kanë varra prej meje, që unë u desha mu kujdes për ta, hiç nuk ka dyshim që ka një kriju që kujdese për këtë neve. Na jep me hangër, na jep me pi, na ruan neve prej belave dhe fatkeqësive që mund të ndodhin. Piksoj e kuptoj që a një Zot shumë I madh, cili duhet me I bëj ibadet. Po mirë, a e diti se si ngjan ky Zot më që thu që ekziston? A tha që nuk I ngjan hiç kur gjoje. Si hiç kur gjoje. Po si e kupton ti që nuk I ngjan asgjë? Thot e kuptoj prap pidhenve. Po si pidhenve? Tha sikur unë si çoban që nuk ju ngjaj dhenve, e as dhend nuk ju ngjaj mu. E njëjtë edhe ai krijuesi nuk mund t'ju ngjajë njerëzve, po krejtësisht në një formë tjetër. Valla tha ti çoban po I meçëm, a mos ki mësune I kun? Jo, thot unë 3 mësimeve që ku bon. Mësimin e zemrës, mësimin e gojës, edhe mësimin e trupit. 3 mësime. Po çfarë mësimi janë këto? Po e pyet ky dietari. Tha mësimi I zemrës është që një Allah duhet na me e besu, edhe Allahu Xhelal duhet me e desh, edhe duhet me I desh krejt ato që e dojnë Zotin. Që këtë më thot zemra ime. A gjuha, mësimi I gjuhës dhe gojës është që të foli vetëm fjalë që Allah ka me koni knaqët.
Dhe me që ato fjallë që Allah sa shtë i knasht, goja ime mos me thonë. Kem si me di, që kem si me di une. Goja ime që ma ka thonë Zotë, ma ka thonë sak salem, të fole fjallë që Allah është i knasht. Në qëmë se Allah nuk është i knasht, me një fjallë, goja ime mos të those. Ja është e dytë. Dhe treta tha mësimi i trupit, e cila mësimi i trupit, sa atë që nuk donë Allahu Gjellar që unë e të boj, pra haramet, unë e të hiki për harameve. Atë që Allahu Gjellar më obligon me i bo, trupi jem duhet me i bo. Qovë të namaz, qovë faj obligim tjetër. Tha shto tre mësime i di, me shto tre mësime unë e jetoj. Ketë në pamin e parë, kur e ngojmë këtë gjarje, ketë në pamin e parë, me njerë në shkomendja, habe një qoban. Habe ki një qoban. Ama me qëto tre mësime të vogla që i di, ki po e fidon gjenetin. Gjeneti po e fidon. Qka në qofë se unë e kam dije, e kam ilm, e kam fakultet, e kam pare, e kam nëm, në qofë se atë nalt e i dhënoj për ditë. Kur dalë në botën arshme, që ati qobani kam i gjelozu, se a i kam e hi në gjenet, e unë e hi në gjenet. Allah e shalë gjithë dhe në rrugë. Dërua vlezër, pse e thash këtë shembull? Çobanin e dha një mësim edhe neve, nëpërmjet fjalëve këtij dietari. Pas ka një Zot që na ka kriju, kujdeset për neve me hëndër, kujdeset për neve me pi, kujdeset për neve dhe na mbron. Këtë muhabet sot po e diskutoj me juve, sepse në përditshmëri po ndëgjoj fjalë. Vallahi krizë shumë e madhe ekonomike. Se mohojnë këtë kemi krizë ekonomike. Ama nëpërmjet krizës ekonomike, me i hikë mbështetjes Allahut, me trok zemra, me fitu infrakt, me bo vetvrasje, me u përlat të shpia, me i bo dalavere kolegës, me i bo shetanllëk i mushterijës, vallahi ne më të krizës ekonomike, në qofë se e ban këtë mjerë për ti. A në qofë se ne më në krizës ekonomike që është dhe e pranojmë krejt që ka, na e besojmë si musliman, që pas ka një Zot, si sot Allahu Gjelal, i cili po në mbikëqyr neve, kujdeset qatë sa duhet me në dhonë neve, a e di më mirë, sa duhet me në dhonë me hongër, sa duhet me në dhonë me pi dhe sa duhet me në mbrojt neve, e jo mu mbështet në vetën tonë. Se kur mbështetesh në bindit e tua që të gabon. Pshetan vetën teme. Ja ta tregoj një rast prap historik. Në Egjiptin e vjetër ka ekzistu kjo. E që pat një tradit vetë populli, kur ven muaj qershor korit gusht, kur lumi Nil fillon me paksu ujin, këto qka po bëjkan, po e mirkan një vajzë të re, beqaresh, po e veçkan, po e zbukurojkan, e morin edhe hudh ka nuj. Edhe pas ka mbindjen që ose e bëjmë në të shkit pun, lumi shtohet edhe na i ujisim orat tona në bon bereqeti. Si të shterët ujë s'kina bereqet, dë bindur në këtë. Edhe shkun të guvernatori i Egjiptit, Amr ibn Asi, edhe shkun edhe i thanë, sot po hin muajin qershor, po i afrohet dita e traditës tonë. Çfarë tradite? Tha 12 natë të muajit qershor, na duhet me shku me një shtëpi, me e zgjedh një vajzë që është beqaresh, është e mirë, me bind atë babën e vetë, me amor fëmijën, me hudh në ujë që të pështojmë krejt. Amr ibn Asi tha, në Islam sa është e mushme diçka e tillë. E keni të ndalu me rrepsisht këtë vit me bon diçka tillë. Rrepsisht e keni. Vandaloj. Kur vandaloj, ata fillun të shqetësohen, kina me dek për bukë. Qire, dobësia e lidhjes me Allahun, po e lidh për lumin. Kina me dek për bukë. Qa me bo? E po tha qere po i mledh me na plot shkatona, ka dale dhe po shpërngulli për t'i veni. Amri kur e po këtë rast, hajti shkazet jo merit një letër khalifes. Ta shoha që ka me thonë. Ja shkujti një letër, ja tërgoj këtë rastin, e mur letrën në khalifja, e lexoj, po i vi shkurt, e lexoj letrën dhe aftën letrën dhe letrën i shkrujti.
Mire ki bo që i ki ndalu një bindje të gabume. Po pa ta qedhe një letër tjetër, një zarf tjetër, të cilën do të kisha lu ta hudhish nuj. Te qaj lumi nip. Kur e mura Amr bin Asi, e qeli letrën, e lexoj, e qeli dhe atë letrën qeli. Kur e qeli letrën tjetër, kishte shkrujt Hazreti Omeri. S'kishte bohi mali, kishte shkrujt. Kishte thonë, nga udhëheci i muslimanëve, robi i Allahut Omeri. Të drejtohem ty, o Nil, i popullit egjiptian. Lumit i drejtohet. Në qoftë se pivet vetën stonde, po ushtojshe, kur mos ushto. Në qoftë se Allahu Gudjelal të shton, t'jap urdhën, me njerë uji atë le të shtohet. Qoftë se pivet vetës, po ushtojshe, hiq kur mos ushto. Ama në qoftë se Allahu të shton, t'jap urdhën, me njerë të shtohesh. Edhe ke murat letrën, edhe e hudhin uj. Nesër në mëngjes, kërë qunë populli, lumi u ka ngrit nalë, 11 metra uj, në lumë, kur e ponë këtë, me të habitur, edhe që ati u këthi bindje e tyre, se nuk qenë ka punë e lidh me lumin, po puna që ka lidh me Allahut. Të ku gjithë se mirë me shkatin i ka dhuk të rëfni me hoxhat ashtë. O vlajmi dashur, puna nuk është e lidh me gazdën tanë, ma të shokën pasanik, ma të shokën partijash, ma të biznismenin, ma që punon me kamot, se ajë vallaj ka pare, edhe unë e të lidha me ta, se sa ti se ajë unë jam shumë i fort. O vlajmi dashur, ma të nalë në lidh, ma të nalë, jo me lumin, ma të nalë, Allah i madrishëm është ajë i cili ta cakton rëskun. Ajë bile fëmijën sende duke qenë barkun e nonës ja cakton. Kjo nuk do me thonë që, me si caktoj ka Allah u gjelal rëskun, na po dëshmi me flet. Jo, as me flet, as zemra me të rukë. Jo, as në gjunë, pas me pos ciklet që zemra me të rukë. Por, me e lip se bepin, me punu dhe me alon Allahu u gjelal. Me alon Allahu u gjelal. Në Kur'an Allah shumë i në tha, Kulillahumma malikul mulk, tutil mulke men të sha, wa të zhjul mulke mi men të sha, wa të izu men të sha, wa të dhillu men të sha. Bjedik el khajr. Inne kala kulli shenjë kadir. Allahu dhu gjelal në Kur'an në thot, thuj, o Zot ti aj pronori i pasuris, i jep pushtet, pare, nam kuj do ti? Ama edhe ja merë kuj do ti? Qire? Ti ja vështirëson jetën kuj do, ama edhe ja letëson jetën kuj do. Ti e ngrit ku në kanë do, ama ti edhe poshtëron kanë do. Ndurët e tua është hajri. O Zot, ndurët e tua është hajri. Se ti je i gatshëm për me bon gjithë shka. Kjo është ajet kuranor. Për që ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në tha, gjdo nevoj t'juvën lidhne me Zotit. Mas pari me Zotin. Gjdo nevoj. A kretë kemi nevoj. Ama gjdo nevoj t'juvën lidhne me Zotin tuj. Ma djetën që ofse ka nevoj edhe për lidhësat e këpucëve. Edhe që të punë të vogla, lidhësat e këpucëve, që ofse ka nevoj edhe për që ata, edhe që ata lidhne me Zotin. Kur t'jesh i lidh me Zotin, që thot Farudin e Razin në koment a ajetit kuranor, thot njeri u kur është e lidh me Allahu dhu gjelal në këtë jetë, e jeton jetën pa stres, e jeton jetën marahat, e din që Allahu dhu gjelal i kondor punë, a e din sa duhet me dhonë, a duhet me dhonë, as duhet me dhonë, a duhet me dhonë shnet, a duhet me dhonë smuje, a duhet me sprovu diçka. Allahu dhu gjelal, kër i pështetësh, i e rahat në këtë dënjo, a ma fiton edhe gjenetin botën ashme. Kjo se i lidhësh dikuj në këtë dënjo, qire, po e përsëris. Kjo se i lidhësh njerit në këtë dënjo, njerit i lidhësh. Valla mos me konë qa, ja, unë e shkoj, unë e vdes. Po kush e met në ongë? Po, mos me konë aj, unë e rogën këjmar. Po, mos me konë aj, unë e si me zgjallë. Po, mos me konë aj, po unë e mitë vdesin për bukë. Vallaj, këto njerëzi që janë të lidhë për njeri, thot Farudin e Razi, sa herë kanë me qenë të mërzitur, vezvese dhe të lodhër në dunjo edhe në ahiret. Në dunjo edhe në ahiret. Dhe rua vlezë,
Po e tregoj një rast. Një filozof e tregon këtë rastin, po kishte pa dikoj shi. Tu ti kishin pas punu. Tu dikoj shi. Ama njoni i ka hi vezvesa ka thonë, me bo me dek une. Une me bo me dek. Vërë këto fëmijët edhe familje kush ma këshirë mu. Ja, këto shkojnë poshtë në me dek une. Edhe gjumi nuk e zenotën, edhe mërzitet, edhe keti mërzit hec, me potin këtë dunjoja faj një ka. Qetri kujshi i mbështetër të ka Allahu të gjelaj. Po dhe me në qëfë se vdesune, janë dorë të Allahut. Allahu ka dhonë leje me u kryu, a i ka kryu. Allahu ju ka dhonë leje me dalë dunjo, a i kujdeset për to. Dhe një ditë ki pari që shumë mu ka mërzit, dhe të ara me punu. Të punu të ara, e shef dikun një par foleje, i afrod nga të shojt qka ko mrejna, kur i shet di foleja të vogla. Në to foleja di zoq të sa po lindur, dë vogël. Edhe e shet një zok tjetër, të vetëm ecë, andej, merë diçka më hongër, edhe e bekton. E kuptoj, ta me siguria është nona vetë. Kujdesë, shko ma merë ushimin edhe va be. Ma merë ushimin va be, edhe nalet me e këshirë. Në moment, del një zok tjetër, një pak më i madh, edhe tu fleturu e kap ata, edhe e ngrejt nartë edhe e merë me vetë, kitë nonën e këtive të vetlive. Edhe ki mërzitet, ja murë nonën, shkoj për këto, që shkam një jetu të stash, e muraj, shkoj. Kjo mërzit, shkoj të shpia, ama mend për i njën të zosht, gjënabe, ku shkoj nesër ato ka me të sof mo, se kanë më nonën, ku shkam ju që me hongër ative, a më mërzit gjithë notën, nesër men, kur shkoj, edhe drete të foleja të shohe, kur e shohe të gjallë, të hongër. Qish mundë të me hongër nonën prom, vakit në punë, shkoj, me të vetë, qish me të në gjallë. Hajtë të bëshka me e këshi ratin dhe u pështet pak onësh. Tu u pështet onësh të nejtë, kur e shatë këshien tjetë. Kishte marrë diçka me hongër, edhe u ka prunë këtive u epë. Edhe e thirja këshin, hajtë të unë gjëpa, hajtë. A di tha që mu gjithë natën gjumi nuk më ka zonë, tu u kujtu si gjënohat kanë me cofë. E tha gabimi jo ta qitu, pse se more një grush mi u dhonë diçka me hongër. Po veç u kujtove. Tha Allah du të lalë mu më ka bon sebe, që këto me me gjallë. Nesën që ose vdes une, ti bosh aj buri apo aj domaqini për shpjen teme. Që ose ti vdes, une e kam dhe ride shpjen tone. Allah du të lalë dini sebe peqon, edhe na mbjetim dhe mesim gjallë. Dhe rrua vlezit. Pse e thamë këtë qembëll? E thamë këtë qembëll se na, në kone sotit, sot, na shqiptarë, na musliman, duket sikur kemi shumë nevojë mu lidh me Zotin. Sikur kemi shkëput lidhjet me Zotin dhe në vetë Zotin kena vnu t'i kanë qetër. E kena vnu ose dini biznismen, ose dini mafiash, ose dini bogatash, ose dini partijash, e kena vnu edhe sikur gjithë shka më varët për ati. E Zotin ko? Ko e Zotin jetën tonë? Ha të më lesomi njëherë, unë njësë për me dojnë nudhë, edhe i tha gruës vetë, oj grua, duhet me prunë diqka, që jam të dojnë nudhë. Edhe sa duhet me prunë? Tha berën qaq, sa ka me jetu? Si vetë qaq sa kemi jetu? Po, qaq sa ka me jetu, qaq berën. Tha, po ku ta di une sa kemi jetu ti? E po tha, lip pja ti, që e di se sa ka me jetu une. Qire? Lip pja ti, që e di se sa ka me jetu une. Ha të më lesame e kuptoj. Edhe u largu, shkoj. Gratë, qëfar punë e kanë? Muhabet, gibet, fitne, pruno kolla, erdhen misafir. Jo me i thona duhet me të një mu diqka. Po i thona atë pru burri diqka, atë la me hongër, që shkime me gjallti. A i burriot ka shku. Gruja, nëse me përkëra burrin edhe kur nuk ka, gruja mund bënë shkaktare burrin me shtin depresion. Filonja ka, unë s'ka miqë kur gjohë. Filonja se përdime kështë e breni kaput 200 euro. Une me qatë para 5 vjetëve. Gjinoj. Filonja e kështë e bonë dhe që këta, une se ne bonë. Edhe e shti burin depresion, që së një plëson kushtet gruës, nervozohet, Allah i në rujt. I shton cigaret, e fiton kancerin,
E masanina Allah i na rujt, fillon me pi alkoholin, e masanina Allah i na rujt, nuk shkon të shpia, e Allah i na rujt, një ditë bën edhe vetë vrasje. Shkon pa besimtar. Gruaja muslimane, a di çka u tha? Tha, nuk ka burri jem ai i cili bjen në rrezik. Burri jem është ai i cili e han rrezikun e han. Allah është ai i cili cakton në rrezik. E kena lënë në dorë të Zotit. Dërua vëllezër besimtar. Pra, lidhshmëria kryesore me Zotin, masanena kërkojnë sebepet. Besojmë Allahun, kemi shpresë në Allahun, edhe punojmë në halal në rrugën e Allahut. Abdullah ibn Mesud ishte të dek. Hazreti Uthman radhiyallahu anhu sa që ka ta bëj zjarre. Edhe ky dietar shumë i madh, ju ofroi dhe i tha: "Prej çka i tankohesh?" Sa albete mos po lik diçka. A di ti smudi kur shkojnë çka çojna? Ti smudi ja çojna portokalla, banaj si hamo, ma çe kameta de t'ja çon, i çon soka, gjinoja të dek t'ja çon në hongër ato. Prej çka i tankohesh? Sa vallahi unë ankona vetë për gjinohave të mia. Vetë për gjinohave të mia, ankohet. Tha po, a ki nevojë për diçka? Tha kam nevojë. Ha? Kam nevojë tha për mëshirën dhe rahmetin e Allahut Zotëllaj. Ismul Shrata, kam nevojë tha vetëm për mëshirën dhe rahmetin e Allahut. Tamam, ata bin një doktor. Ja, tha, s'ka nevojë për doktor. E po atëre kështu, që të rahatohesh ti, thot, të ta sigurojmë një rrogë. Çka që kredi nga brengos neve. Me kanë bësh muhabet, që që e rrogës, a ki di një rrogë, vendim të puna a kje, jo s'kam, kur gjohë. Puna jo s'ka ne e sigurt. Po ti, pa ndorë të Allah ti, ja ndorë të sheve që të e vendimi. Ndorë të ku i e. Sa rrogë, a do të ta sigurojmë një rrogë. Jo, tha, nuk kam nevojë as për rrogë mo, pas jam të dek. Ama ani, rroga kalon të fëmijët e tu, të vajzat e tua. Se një thëke që ti nuk je djem. S'kishte djem. Tha, kalon rrogat e vajzat e tua. Jo, tha, hiç nuk ka nevojë. Dietari ma, ta ndëgjoj me vëmendje. Edhe që kitan që observojmë me sot bolla, për sot bolla. Tha, nuk kam nevojë edhe për vajzat e mia. Se i kam mësu vajzat e mia, çdo natë, para se me rom gjumë, ta lexojnë në surën Waqi'a. Ta lexojnë surën Waqi'a. Se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para vdekjes për e thot, hadithin. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata njerëz të cilët për çdo natë e lexojnë surën Waqi'a, Allahu Dhul Jalal njët me fukarallok nuk i ngushton asnjëherë. U kry, u qu, Uthmani radhiyallahu anhu edhe shkoj, e mur mesazhin, ti ka në e lidh me Kur'an, ka në e lidh me Zot, s'ka në e lidh me njerëzi, ka në e lidh me Zotin, u qu edhe shkoj. Dhe rua vlezër, që tu mos t'i bëjnë gabimin, lidhmi me Zotin, si që në mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe po e rëmbullaksoj me këtë hadith, në mëson, thot, një zotni, haditha, një zotni, thot, e ka bon një shtëpi, e ka dhënë një shtëpi të mirë. Edhe e ka bon një darë të mirë, një zjafet. Edhe e ka qenë dika një ka thonë njerëzve, e kini selamin krejt, më ardë darë të unë, zjafetin tem. Krejt. Ato të që shkun, edhe handrën mirë, ama edhe e pronore e zotëria ishte i knas, se i kanë shku këto misafet. E ato që nuk i shkun, ato edhe uvë të metën, a me dha e pronarit, edhe ati me të hatri u idhnu pak si nuk i shkum. Edhe sahabët e ngonin, tha, ja Resulullah, qka do me thonë kjo? Tha, kjo do me thonë, që që pronarit që asoj shpije, është Allahu Dhul Jalal. E që shpijen që e kanë rejtë, është gjeneti. Gjeneti. E që i thirë, jamune, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I thirë njerëzit, hajde një në gjenet. Ata që dojnë me shku, që ati në gjenet, shkojnë, edhe Allah është i knatës, edhe atë janë të knatës. E ato që nuk dojnë me shku, ato nuk shkojnë, edhe Allah është i dhum, edhe ato metin i shkërkun. Do është vëllezër, Allah u zëlar në afton gjenet. E me shku në gjenet, do me thonë, me jetu me halal, me jetu pastër, dhe mbi gjitha, mos harojmë edhe njëherë. Lidhjen kryesor dhe të parë,
ta kemi me Allahun dhu xhelal. Lidhemi me Allahun dhu xhelal, edhe krizë ekonomike, edhe krizë familjare, edhe krizë shoqërore, edhe krizë politike, gjitha krizat që ekzistojnë te kalon shumë lehtë. I lumtur në dunjë, i lumtur në ahiret. Lusim Allahu dhu xhelal inshallah, Allahu lumturin të dy botrat neve na jep. Lusim Allahu dhu xhelal në rrugën e drejtë na udhëzoj. Nga zjarmi i xhehenemit të na mbroj. Xhenetul Firdausi nasip na e bëj. Na mundsoj një jetë begashme me bereqet dhe inshallah të vdesim me shahadet duke thënë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.